Albin Kurtit është, respekt për Albinin, me babe kena. Ata hajnat ku janë atje në Hagë, dhe të rinë atje në Hagë, se ata e kanë meritu e këtu ne kanë do, Hashimin me Kadri Veselin e kanë do duhet. S'ka rrezik. Vučići në të lomotitet me ato fjalë të tia ato. Kjo urë në kaluarun ka qenë urë e problemeve, tash është definitivisht urë e paqes dhe qetësisë. Në aspektin e sigurisë brendshme është një shqetësim i vetëm. Ka kaluar koha e shqetësimeve, sepse ata që kanë bërë shqetësime nuk janë në Republikën e Kosovës. Po kjo është me vend, kjo punë respekt për baben Albin. Pikërisht këtu mbi urën e lumit Ibër në Mitrovic kanë qëndruar për gati 27 vjet trupat e KFOR-it si pjesë e sigurisë së vazhdueshme në një nga pikat më të ndjeshme të Republikës së Kosovës. Por tash gati pas 27 vitesh kjo prani po ndryshon gradualisht. Për lajmin e KFOR-i ka konfirmuar se pjesëtarët të tyre kanë vazhduar gradualisht ta lirojnë këtë pikë duke ja kaluar çështjen e sigurisë policisë së Republikës së Kosovës. Megjithatë, trupat e KFOR-it nuk po largohen krejtësisht nga Kosova, pasi ata po kalojnë çështjen e sigurisë vetëm në disa pika kyçe të Republikës së Kosovës drejt policisë së Kosovës, e të cilët do të vazhdojnë normalisht të shërbejnë në Kosovë ashtu siç kanë shërbyer për gati 27 vite. Duke pas parasysh në aspektin e sigurisë publike, pra asaj të brendshme, nuk e ke asnjë incident vetëm etnik. Atëherë vjen natyrshëm edhe relaksimi i situatës së sigurisë, ku me marrëveshje ose me koordinim, bashkëpunim dhe bashkëveprim me reaguesin e dytë dhe tretë, vjen natyrshëm edhe riorganizimi i reaguesit tretë. Është çështje domethënë simbolike, duke pas parasysh që kjo urë në kaluarun ka qenë urë e problemeve, tash është definitivisht urë e paqes dhe qetësisë, vetëm se është e mirëseardhur kjo tërheqje graduale me marrëveshje mes reaguesit tretë, dytë dhe reaguesit parë që janë institucionet e Republikës Kosovës, sepse jemi shtet i pavarur dhe sovran dhe veprojmë si të tillë njëjtë për të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës pa dallim race, feje, etnie ose ngjyre. Deri më sot, me aq sa ka mujt lexoj ose të ndi, kur nuk ka pas ndonjë problem. Ajo çka është me rëndësi cikës së është rritur bashkëpunimi qytetar me policinë e Kosovës, sepse policia e Kosovës po ju përgjigjet kërkesa e të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës. Në aspektin e sigurisë brendshme është një shqetësim i vetëm. Ka kaluar koha e shqetësimeve, sepse ata që kanë bërë shqetësime nuk janë në Republikën e Kosovës. Kjo i përket sigurisë të jashtme dhe përsa ata janë të lirë, shteti, sipas mendimit tim, mbetet 24 orë dhe 7 ditë javës vigjilent, përsa i përket sigurisë brendshme tash pra. Sigurisë publike nuk shoh asnjë shqetësim të vetëm, sepse nuk ka pas as më përpara 3 vitet e fundit, nuk ka asët dhe situata është duke u relaksuar dhe nuk shon ndonjë shqetësim, gjithmonë po ripërsëris sigurinë e brendshme ose sigurinë publike. Po kjo është me vend, kjo punë respekt për baben Albin. Këto jem në tokën tonë, nuk jem as në Serbi, as jem këtu në Kosovë, kjo pjesë e Kosovës. Për ndryshe, jem drejt Shqipnisë të madhe. Edhe këtu kum ka përcyje, gjeton që më tut, a u konë Serb, as u konë kush, kur nuk jem Trumpi ty në, se jem tokën tonë. Albin Kurtit është, respekt për Albinin, me babe kena. Babe kena. Ata hajnat ku janë atje në Hagë, dhe të rinë atje në Hagë, se ata e kanë meritu e këtu ne kanë do, Hashimin me Kadri Veselin e kanë do duhet. Unë jem kon protesta këtu. Jenë shku me KFOR-in francez edhe se u kanë një hiq. Na mashtroj edhe shkoj në kombi hypi edhe këtu ata e kanë do edhe e kanë do verin gjithmonë. Unë jam nga fshati Shover, gjithmonë sërbët jenë në ardhë me armatime në kiton. Unë kom dalë komunal dhe sërbë, nuk kom po edhe armet e ty në. Ma herë ka dhesht, ka dhesht ma herët. Se s'jen largu? Se s'jen largu e që s'ka pas, hajnat s'kan mujt me thonë kur gjë, se e kanë pas kryte në zotë.
kanë pas Albini se ka krytën zot. Albini është njeri i pa korruptum, s'kan mujt me korruptu kërkush. Është perfekt, është shumë e mirë. S'ka më bllokime, nuk ka më ndërprerje të urave, urat janë lidhje mes popujve, është shumë rregull, le të lëvizin popullit nga jugu në veri, nga veriu në jug, kështu që është gjithçka në rregull kjo. Jam prej komunës Rahovetit, ku marr me një grup njerëzish me pa si po zhvillohet jeta këtu në Mitrovic, kemi policin, kemi ushtrin, kemi forcat tona, s'ka rrezik. Vučići në të llomotitet me ato fjalët e tij ato, na jemi mësuar me ato prallat e tij, populli është këtu. Mu po më duket pozitive. Edhe ka anën e vete pozitive, sa? Fallon tash qëre, qysh flasin këta hala kanë dominimin kore natë, hala dominon ai rregulla 1244 e kombeve të bashkuara,